Miliona euro tendera nga Balluku, Arber Abazi thirret në SPAK. Arber Abazi, pronari kompanisë Alko Impex, është thirrur në SPAK. Kapitali ka nga mediat është mësuar se biznesmeni e ka marrë flet thirrjen për të paraqitur në prokurorinë e posaçme në datën 2 dhjetor. Sipas shkresës firmosur nga prokurori Dritan Prençi, Abazi do të thirret për të pyetur në cilësinë e personit në dieni. Por cila është çështja që e çoi një nga përfituesit më të mëdhenj të fondeve publike në Shqipëri? Mësohet se bëhet fjala për një procedim me numër 72 të vitit 2025. Ky është një kallëzim i bërë nga avokatët e biznesmenit dhe botuesit të disa mediave, Irfan Hysebelliu, pas kërcënimit me jetë të këtij fundit në verën e këtij viti. Në muajin gusht, persona janë kërcënuar me jetë nga një prej personazheve më të denoncuar më herët për aferat ndryshuara korruptive nga emisionet investigative. Sipas mediave të Irfan Hysebelliu, personi që ka bërë kërcënimin në lidhje të ngushta me nivele të larta të qeverisë, Arber Abazi, është një nga përfituesit më të mëdhenj të fondeve publike në Shqipëri. Kompania e tij, Alko Impex Construction, ka dominimin thuajse monopolistik në tenderat e pastrimit në pjesën ndërmuese të bashkive të vendit. Në 5 vitet e fundit, 2 kompanitë e lidhura me të, Alko Impex Construction dhe Alko Impex General Construction, kanë marrë mbi 90 milionë euro pagesa të ekzekutuara nga thesari i shtetit. Ndërkohë, opozita ka akuzuar se biznesmeni Abazi është favorizuar në prokurimet publike për shkak të lidhjeve të afërta familjare me Belinda Ballukun. Thirrja për Abazin vjen vetëm një ditë pasi SPA konfirmoi se ka nisur një procedim të ri penal ndaj Belinda Ballukut dhe një tjetër njeri të afërt me të, deputetin socialist Seno Klosi.